Si të mbesin të frustruar me situatën e krijuar rreth xhamisë së vetme të kësaj qyteze. Ata akuzojnë Bashkinë Islame të Kosovës se po imponon njerëz të besueshëm të tyre vetëm për të marrë votat e njëherësh për t'i mbledhur qirat e lokaleve që gjenden në oborin e kësaj xhamie. Nga ana tjetër, i përgjedhur i Bashkisë Islame për kryetar të Kaçanikut mbetet i padëshiruar nga xhamati i xhamisë dhe për këtë arsye javën e kaluar i është ofruar mbrojtja fizike edhe nga policia e Kosovës. Xhamia Gazi Sinan Pasha e Kaçanikut vazhdon të mbetet vend tensionimesh dhe paqartësish të kësaj qyteze. Qytetarët që njëherësh përbëjnë xhamatin ndër më të madhin në Kosovë mbesin të frustruar me zhvillimet e muajve të fundit. Përzgjedhja e Florin Neziret, kryetari i Bashkisë Islame të Kaçanikut, i cili mbetet i padëshiruar për kaçanikasit dhe hakmarrja e këtij të fundit nëpërmjet mbajtjes në ndryt të vakëfit që gjenden në obor të xhamisë, kanë tensionuar të imase situatën. Nuk kanë as mloj, as shtroj, as gjë nuk ka. Unë nuk e di ka shkojnë këto vjete, ka nuk shkojnë, se si kushtojnë në rëndësi. Kjo është xhamia me vjetër këto. Bashkia Islame, e Republikës, ato do me quni përfaqësues këtu, edhe me njoftu këtë xhamat se çka është problemi. Me em Tërnava nuk i hapalla për këto, hiç. Na dhe mu prej, mu vra 50.000 banor të Kaçanikut ati si interesant. Interesant. Menon na im Tërnavas, për këtë problem. Se i konvenon.